Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun e madhruar që të mbjellë në zemrat tona takvallokun dhe ta bën atë pjesë të jetës tonë. Po vazhdojmë tutje me ligjëratën e tretë të këtij seminari dhe në dy ligjëratat e mëparshme patëm rastin që të njihemi me kuptimet e takvallokut dhe shpjegimet dhe përkufizimet e dietarëve në lidhje me këtë çështje, ndërsa në pjesën e dytë patëm rastin që të flasim për vendimin shariatik për takvallokun dhe si e kanë trajtuar të parët tanë këtë temë dhe çfarë pozite dhe sa ishte i rëndësishëm takvalloku për ta në jetën e tyre, në gjitha ato që ka të bëjë me jetën. Normalisht kjo temë ka dëgëzimet e veta, ku mund të flasim për cilësitë e atyre që janë të pajisur me takvallok, të flasim për frytet dhe dobitë që i korrim në kësaj bote, të flasim për rrugët që na shpihen tek takvalloku, e tema të tjera që kanë të bëjnë me këtë çështje që jep të kupton se është një temë e gjerë dhe ka nevojë për trajtime të zgjeruara. Por duke pas parasysh se kjo është një ditor dhe ka një afat të caktuar, do të thotë fillimi dhe mbarimi i këtij seminari, dua që në këtë pjesë para namazit të drekës do të thotë të flas për rrugët dhe mjetet që duhet i përdorim dhe t'i marrim parasysh nëse dëshirojmë të bëhemi nga ata që janë ehlu takwa. Janë të pajisur e të veshur me petkun e takvallokut. Hyrja në këtë temë i ka, mund të them, dy porta. Është porta kryesore e para dhe porta e dytë që të hap pastaj korridorin ka të ecë drejt arritjes në këto shkallë. E cila është porta e parë dhe cila është porta e dytë për shkena duke folë. Vëllezër nderuar, në qoftë se dikush dëshiron që projektin e takvallokut ta bën të suksesshëm në jetën e tij, ai i cili dëshiron që petku i takvallokut të jetë petk që nuk e largon më kur nga trupi i tij. Ai i cili dëshiron që petku i takvallokut të jetë original, që nuk fshihet me kohë, që nuk shkyhet me përdorim të vazhdueshëm, por gjithmonë mbetet original, madje shkon duke u forcuar, kush gjitha këto dëshiron, duhet ta dinë se kjo ka një rrugë. Si ka 100. E respekton, arrin. Nuk e respekton, lodhesh. Kjo është përfundimi. Do me provu gjithë kur të turnon. Por flas nga përvoja dhe dija e dietarëve që na e kanë lënë në trashëgimi. Porta kryesore që duhet të futet përmes saj çdo i interesuar për këtë projekt, që kështu po quaj, është porta e përmirësimit të zemrës. Nuk ka mundësi të mbetet zemra e anashkaluar, e pa përmirësuar, apo e pa pastruar, e ne po kërkojmë takvallok. Kjo nuk bën. Kjo është sikur se me marr një anije të madhe edhe me shtyjnë zallë. E çështu i bën kjo puna. Apo a ec, thot dikush, në është a ec, ani pravoja të shtyje, tani qyna apo ec. Kjo është sikur se, domethënë me bën njëri gjëra që nuk paramendon, nuk bën, nuk rrin, s'ka mundësi. Prandaj ne kemi nevojë që ta rregullojmë fillimisht do të thotë agjendën e përmirësimit. Zemra dhe veprat e jashtme. Bashkarisht. Nuk dua absolutisht dhe nuk guxoj ta bëj këtë në asnjë rast të nënvlerësoj veprat e jashtme. Çka do që nuk kupton me të jashtme? Nga obligimet, nga sunetet, nga nafilet, mustahab, mubah, këtë çka është e jashtme, është e fesë. Duhet ta çmojmë dhe vlerësojmë. Po, duhet këtë këtu kategorizim, nuk është kjo e një niveli.
Apo, nuk duhet për shembull më tepër, ama shumë më tepër, ta kemi dertë të bisedojmë për një formë caktuar të një adhurimi të jashtme, se që bisedojmë për ikhlasin atë vepër. Kjo është çrregullim që duhet me rregullu. Ose për tevekkulin, mbështetjen e Allahut azza wa jall. Ose për atë që ka të bëjë me zemër. Largimin e hasedit të Allah, kjo projekt i madh. Kemi në fatkeqësisht tash kur themi na ka përjashtime, padyshim mos largohemi për çdo kan, por po them si shoqëri. Ne jemi të edukuar, t'ja kemi zilin një të të tëmë. Kë nuk është smuj veç, por është shëndru në edukat. Kjo problemi madhë Allah. Apo, se me qenë smundje, ne kemi kalu një fazë begit të rëndësishme, i ne të bindë nësë o keqë. Ne jena para kësaj. Ne ju du të më në bindë se është keqë me pas aset, ta ne më në ka du që shme largu. Kjo problem. Sikur se në disa vende që njerët janë zhveshur nga çdo parim njerëzor. Dhe janë largu nga çdo vlerë njerëzore. Ata me shku me mësu për islam, ata mas parë do të mi bind fillimisht se i një njerëz, apo njeri nuk bën me bo si bën, për shembull, duhet mi kallëzu, nuk bën njeri që bën kali. Ato ti nuk je kështu, ti a u binde që je njeri, po, e njeri duhet që ta me bu mandej. Se kjo fazë është. Ma për shembull është i binde që je njeri heq. Ajo është i binde që qka do që ajt ka qef duhet me bu. Qa do që jakona duhet me hongër. Problemi të mi ka zu halal e haram e Allah. Mi ka zu që ka dalë Allah. Ka dalë, se të ndësana që nuk ka bëjsh me halal me haram, po ka ndësana i ka do Allah kusha me hongër. I ka do Allah gjelo kusha me hongër. Po, ka do barin e ka do kusha hanë. Gjindve jo ka do e eshnat. Apo, ka do Allah gjelo gjithë kujtë riskun. Ne duhet mas me bind që ky ushqim nuk është për ty Allah, ky është për të tërgën. Tani mi kallëzu që e në kuadrat aso qka është për ty, do të me di se ka dhe qka që bën e qka që zbën. Edhe këtu. Do të na duhet të bindemi se disa smundje, janë të këqije, janë të rrezikshme, prishin. E në qoftë se e rregullojmë sistemin e vlerësimit të gjërave në këtë mënyrë, mundemi pastaj lirshëm të futemi në përdorimin e mjeteve tjera që kanë të bëjnë me takvallokun. Kjo është hyrje e madhe. Edhe pse ne e kemi kushtuar një seminar pastrimit të zemrave, edhe nuk kemi përfunduar. Ka që ka më kullë shumë këtë drejtim. Por po them le të jetë port nga cilat ti futesh në këtë projekt. E pas kësaj mund të numërim disa prej pikave që i kam përmend dietar lidhur me këtë çështje. Fillimisht vllai nderuar, duhesh me e ditë se takvalloku e ka vendin ku zemër. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam takwa ha huna. Çto takvalloku? S'ka thënë takwa ha huna, as ha huna. Ja, ha huna. Çto është takvalloku? Çto e ka vendin ai? Çto rrin ai? Tani era i vjen të naon, normal. Ti një parfume që qëto e ka venin. Të një pikë tu i të kejtë sollës i vjen i rabdën. Aroma e këndshme. Ama venin e ka qëto. Ndaq, kejtë sollës mi ardhë i rabdën. Nëse qëtë qëto, a i lëshon i rabdën, por si vjen i rabdën. Se gabimisht i ke pozicionuar. A në takvalloku e ka venin qëto. Nëse qëtë qëto mirë, e ndreqë edhe këta këtë tjere ndreqë. E mirë në qofë se takvalloku e pas ka venin zemër, çfarë do të thënë ka për neve? Se nuk mund është i kur me e kap me është i në zemër. Së mund është i vetë me bukit mund. Apo? A mund është me marrë diqka të amël me qitë në gu me kap? Diqka të amël me qitë në gu? Për shambull, tu ka tek, po dënë me shiju diqka të amël, po të shiju diqka amël. Apo? A mund është me kap, pik tuit me qitë gju me shiju amël, a mund është me bukit mund? Shumë thjesht. S'po të hatë amël, po të hatë tharp, po të hatë. Po dënë me përjetu, me shqisën tënde, apo të shijuarit, po dënë me shiju diqka që është thartë. A mu e bon këta? Mund është apëtë. Me veshin tënë,
Po të ndëgjohet, për shembull, ligjërat. Po të ndëgjohet një ders i mirë. A mundesh më mundsu veshve tu këtë më ndëgju? Mundesh me lenë Allahut. Mundesh. Po don me pa për shembull një pamje të bukur natyror mi kënaq syt. A mundesh me bë? Mundesh me bë. Andaj të gjitha gjymtyrve që i ki, mund t'ju ofrosh atë që don ti, përveç zemrës. Qa i bjen kjo që të mos munduna? Jo. I bjen se këtu duhet krahas dëshires edhe përpjekjes edhe mundit të shoqërohet me një kërkesë sinqertë dhe dua të vazhdueshme Allahut Azza wa Jall se ajo është që e vendos. Ti duhet më kallëzuar ti ja Rab, vjen takvalloku. Unë dua me pas takvallok. Unë kam dert ja Rab takvallokun. Për cilën gjë nuk duhesh me për ato tomën, se ta kam haça dush. A do na mal me shiu, shiamël. Ama me vendos ëmbëlsinë në çat vend ku unë e këshyri, duhesh me vet mu. A bën as bën. A është e zemrën e përshtatshme, nuk është e përshtatshme. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bëu dua shumë për takvallok. Prandaj lutja e sinqertë, e vazhdueshme, duaja me përkushtim dhe për uli Allahut Azza wa Jall është mjeti i parë që duhet ta përdorim këtë rrugë. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam sikur se ka hadithin e Muslim thotë Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu se i dërguari sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht thonte Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. O Zot, unë kërkoj prej teje udhëzim, tuqa, me herë dyta kërkoj nga teje takvallok. Pastaj ka thënë Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. O Zot, pajese vetën time, qenjen time, zbukuram me takvallok. Kështu kërkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam takvallokun. Gjithashtu edhe këtë bënë në gjëras, ma djedini se duaja udhëtimit është Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Gjithmonë dua, ka të që të shkajsh. Me kërku nga Allahu xhallahu ala që Allah me t'jap takvallok. Në qoftë se Allahu xhallahu ala ndëgjon prej teje kërkesat sinqerta, ta jap. Nga se aje ka bu për me të dhonë. Së probleme e punë. Apo aja është me të dhonë ty. Por në qoftë se, për shambull konkret, ti blen harç për shpi. Apo blen, del në market, me gruan, me familje, blen sëne për shpi, edhe i qëtë të shpia. Ato që i ke ble, dhe më thonë, bojnë për një javë, për 10 ditë, varësisht sa ke ble. Apo? Edhe ato për kanë i ke bleti? Për ndorët e familjes, ata për ta është për ta. Si ke ble për kujshit, as për të nërkom për ta i ke ble. E për në qofë se vrejhet, se fëmija për hanë kohë pa kohë, për shamu, 2 natës o që. Apo? Edhe do me marë pullën me pjekë. Apo? Që i dhushti? Kjo është për ty, so problem, unë nuk për të nalë që për më dhimet, po nesër isha Allah. Apo se ka vakti me të eptash. A që kështu? E po që kështu Allah të të kërë, robi jam, apëton. Ja, edhe pak duhet. Apo lyp, a një krymë edhe që ta, birë flaj pak, ose që që tash, duhet diqka me bo, e tani, edhe kur t'i vje vakti të epëm, sa problem. Ama ti s'pe respekton kohën, apo ti s'pe respekton procedurat, ti s'pe respekton kërkesat, po të me të adhonë, në bazarat, të munën lukëthin 2 natës me ngër pulla, të munën. Përshtatet me konstruktit. Andaj duhet me ditë, me lyp takvallokun gjithmonë, po duke e lyp, me andrejq punën, me andrejq terrenin. E kur Allah është se pëmunohet kërë u bia me ndrejqe, pëmunohet, në është të adhala pa ndrejq mirë të jap. E të ndrejqe i pitina, më së një apëtën. Hedija, thët, po të ndrejqe që mere, se një meje të e lyp, apëtën. Andaj, cila është lutja që mas sinqertit dhe i sot i ka thonë Allah, o Zotë, mos më përve pisaj, që ato të ka jepë 100% apëtën. Me qenë takvalloku të kishë dhanë. Mandaj, pika e parë është ta lutim Allah në gjellera. Pas për du me kalu këtë punë që duaja është mjetë për takvallok, edhe që aja ka përcim. Ja, kuptoj e drejt që ka i bjenë duaja. Kuptoj e pak ma thellë, hinë pak ma, zhutu pak ma tepër. Në këtë kuptim që të dirë se nuk ka veç lutje. Nëse, vallahi, nuk ka ditë që robi e kërkon për Allah të që Allah s'jepë.
Po të jep dunjen Allah, që të ke fundit, për ja jep atën që si dënë heqja u jep atën. E qysh të jep takvallukun që ka qef me të pa me të pajisën? Të jep, ama në qysh se kërkën me edukat, qysh se kërkën me përkushtim dhe me derdh dhe me breng, të jep Allah xhalla xhelalu. E dyta që duhet ta kemi parasysh këtë temë është, e përmenda shkurtimisht, por ta veçojmë si pikë. E para lutja. E dyta vëllëruar, dietarët e kanë përmendur një shprehje, po du me përthy ship me marrë vesh nëse. E përthet e ship ndryshe. Apo kanë thonë dietarët përmirësimi i njetit. Njeti e sill takvallukun. Ama çka i bën kjo përmirësimi i njetit se me pas pak më qartë apo. Përmirësimi i njetit. Për shembull, në qoftë ti pe Allah xhelalu kërkon takvalluk, o Allah, më pajis me takvalluk, o Zot, më pajis, më zbukuro, më stulizem me takvalluk. Këta do duat i bën ti. Edhe Allah xhelalu ala para se me ta dhon, të merr në pyetje. O të robjen po ta dhon, do ta japim, në rregull. Është marr vendim të jap. Apo më ka thënë çka kimë me ta? Ç'a dvyn? Është më di ç'a dvyn? Ç'a bëj? Po ta japim. Ç'a dvyn? A din mi ka du që atë vynë. Jo me dërës të këtujt. Jo, ka thonë ulemoja, ja Rabbel Alemin, ja. Këtë vynë ty. A je sinqert, me thonë Allah, ja Rab, po më vynë për me zbatu që atë fjallën e Aliut. Po më vynë për me zbatu që atë fjallën e Omerit, mund për qëta po më vynë. Se pa qëta sune qe që të në funda, pëtën. Që kje bjen të këvallokën. Kur e shë Allah xhallahu ala, se një me po të vim për qëta, që tu jemi të keq, një manë. Ma të shemi të keq për takvallëk, ti është ty në dynja dhe pa takvallëk, s'prish punë. Na edhe vllaznon pa takvallëk, edhe punë pa takvallëk, s'na vy, me na u gjetë më mirë është, po mos me pas, e shtym na, s'ta jap. Ama në qofë se ke zatit punë, dhe që, ja Arab, a përshet që kërshë bënëm, s'ka, në hekëna po, i na përshet për zit, ja zat, nëse s'na jap, na ha me zvete tani. Edhe e bindëm vetën tonë, se një me pa ta nuk banë, ta jap. Ama sinqerisht me koni bindën, se pa ta zbanë. Pa ta zbanë. Ama në qofë se, e banë pa ta këvallëk, ta, këna që 20 vjetë e qëmë që shtojnë, apo, mirë i shkonë, me mirë s'ka, se kjo është shumë e shtrejtë. Është e shtrejtë, si jepët ati që veç me mirë e mera, lirë është kjo veç mirë, do të pak mashtet me e pagua, e që kjo umëno me ka du që ka i bjenë me ndrejsh njetin e Allah, kur e dimi, thonë Allah gjellu, ja Rab, ma jep të këfallokun. E pse? Që tu e në metna, kajti për umë, pa e pamë që është të, ama s'pa bëm pa qëta. Atëherë, e në vizë procesin për para. Prandaj kanë thonë ulemat, fawatihu taqwa islahun niyya. Çelësit e takvallokut janë me ndresh njetin. Apo është portë e motë të peshet takvallokun, çelësi sa më himran është me ditë ku e përdor pse po të vynë. Kjo është e me ditë me e kristalizu qëllimin që po duhet ty prej takvallokut. Tjetra lëndëruar që e sill takvallokun është që ti edukojmë fëmijët tonë takvallok. Dhe duke i edukuar ata, gjithashtu, të kuptojmë se ai që nuk ka sunjep. Prandaj, bindja jote se duhet me pas fëmijët takvallok, më rritën te, sikur se i bën Zuberi, apo, qështu më kanë rritur në zindryshe. Bindja jote të bën që ti mu interesu dhe mu pajis pak ma tepër me këtë punë. Në gjë e këtë rast shumë interesant që e transmeton Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah ka qenë dihet nga dietarët e mëdhtë të tabiinëve, i cili ka takuar dhe do njerëz të tjerë të mëdhtë, ka marrë ilm nga ulemat e mëdhtë të tabiinëve. Thot Ata ibn Abi Rabah, edhe për sahabëve, normalisht ka qenë zonës ibn Abbasit në Mekë. Ky njeri e ka pyet djalin e Ubade ibn Samit. Kush është Ubade ibn Samit? Njëri nga ashabët e njohur të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili ka transmetuar një hadith shumë më rëndësi për tauhidin dhe hyrjen në xhenet, apo se e ka përmendur atë hadith në njohur se kush do të
e beson këto gjëra, ja fal e fut Allahu në xhenet çka do që ka bëu për punëve. Është një kapitull të kitabut të tauhidit atje, apo që flet për lerën e tauhidit dhe flet për shlyerjen e tauhidit të mëkateve të bëra, me kuptimet e caktuara. E djalit i ka pasur në Walid. I ka thonë ata Ibn Abi Rabah, i ka thonë, o Walid, kur u dek babait, çka të ka thonë? Vallai nuk këta njerëz të mbajnë më burra apo. Apo të na thonë kur dhe çat labrat la nesana ja. Apo ose çysh apo çse punë. Ky ka thonë kur dëgj baba çat tha valla. Çka të tha se? Është më rëndësi porosia Ubad ibn Samit, çka të tha kur u dek baba? Tha baba im duke vdek, më tha o biri jam. Çish ka thonë Ubad ibn Samit, djalit e tij Walidit i ka. Thonë o biri jam, usike bi taqwallah. Unë po të porosis ty që ti është gjithmonë i kujdesshëm për takvon. Dhe wa'lam dhe dije, tash e mësuam që duhet me kon, po ta rruga e po çaj po ka dhënë Ubad ibn Samit. Qysh po mëson djalin e tij. Asa ai ka pas, andaj ka pas mundësi më të tërkujt. Ka thonë wa'lam annaka lan tattaqi Allah. Dije se s'ki mundësi kur ti je i pajisur me takvallah si duhet, derisa mos të besosh në Allahun. E ka thonë nuk ki mundësi me besu kur në Allahun, apo? Derisa mos të shijash ëmbëlsin e imanit, se e ka shije. Thot, dhe nuk ki mundësi me përfitu nga dija fetare që e ke marrë. Çfarë do kofta, sa do qofta, derisa nuk e rregullon si duhet besimin, caktimin e Allahut. Shikoj çfarë harte e udhëzimit e orientimit jetësor, në pak pika të shkurtë e ka thonë Ubad ibn Samit djalit të tij. Andaj rregullimi i besimit sikur të cekëm, veçanërisht kadaja dhe kaderi, apo bëjmë koni devotshëm. Ka njerëz zakonisht kanë probleme kuptu se për shembull ku folën për veprat e zemrës, për hasedin për shembull. Konkret shembull hasedin. Hasedjiu ka problem të madh me tauhid. E veçanërisht me caktimin e Allahut azza xal. Apo se ti për shembull unë e kam zili filonit, e pse ai ka punë mirë. E pse ai ka qi i madh. E pse çka ka hasedjiu? Po mirë be Allah thon, që ja akidja jote që e kia thon. As të kam mësu që Allah ja ka dhënë se ka marrë ai veta. Ka ardhur një delegacion tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe kanë dashur me lavdru. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kanë thonë pejgamberit alayhi salatu wasallam, një nga lavdatët kanë thonë madhuka zain. Madhuka zain. Ka thonë ti kanë e lavdron e zbukuris apo e zbukuran dhe e stolis. Ti veç më filoni është i mirë, si me ngjyme me ari. Wa dhammuka shay'in, dhe kon të qerton ti kon si ki punë mirë ti ai mo syt si qel këtë dunja. Realisht, domethënë Allah to që bën, po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka pa Allah këtë mundësi. I dërguari sallallahu alajhi wasallam hadha rabbul alamin. Kam kërë Zoti i gjithë gjëra. Allahu e ngrit këdan dhe ul këdan. Unë s'jam ai që bëj këtë punë. Ne çu s'na mendojmë se dikush e ka ngrit dikon e dikush e ka ul dikon. Kjo është problem veç problem lokal. Kjo është problem serioz i akides. Apo andaj ka unë të ndash me pun takwa, drejtë Allah besimin tën. E besimin tën ku e provon a mirë? Ku është ai shtegu? Hajde të provon apo beson a mirë? Që të stegun e kadas e kaderit apo. Kush e ka caktuar këtë gjendje për ty të pasurisë dhe varfërisë Allahu xhallahu ala? Kush e ka caktuar këtë gjendje të smundë shëndet Allahu xhallahu ala? Kush e ka caktuar këtë situatë që po e ka Allahu xhallahu? Kush e ka caktuar këtë Allahu? Nëse Allah e ka caktuar atëherë, a e ka caktuar me të shkatërru apo e ka thënë një mësim që duhet me nxirr? Cëllën? Një mësim që duhet me nxirr, po nxirr atë mësim Allah ecë përpara. Që kjo lexoj atë mesazh nga Zoti i gjithë përpara. Në kjo rruga të takvallokut, rregullimi këtyre gjërave që kanë të bëjnë me besimin. Gjithashtu ajo që e sjell rruga përmes së cilës arrim tek takvalloku. Po e them takva se falem, çfarë është takvalloku?
Po më vjen shumë e cunguar me devotshmëria. Për sa kemi term shërtik se devotshmëria është termi i shqip. Është latin, devocio, greqisht latinisht, sa më rëndësi. Kërsoria s'është e jona. Po për huj për të huj, pe marrëm të nevën, se s'është e huj, është takva. Apo fjala e Kuranit. Prandaj takvalloku më mirë më thon se devotshmëria. Takva. Se përfshin shumë kuptime. Andaj rruga e takvalloku gjithashtu është llogaritja e vetvetes. Me llogarit vetveten. Ka thonë Mejmun ibn Mihran, la yakunu ar-rajulu min al-muttaqin hatta yuhasiba nafsahu ashadda min muhasabati shariki. Nuk ka mundësi njeriu të bëhet nga muttaqin, nga njerëzit që është pajis me takvallok, deri kur? Derisa mos ta llogarit vetën e tij më rrept se që e llogarit ortakun e vet apo. Wallahi qëllama. Fëmin tanë me qu me ble diçka. Që kushton në çmim caktu. Edhe ai njeri që ja ka shit fëmis atë që e ke bleti, ka dash me të nderu ty edhe e kalon pak ma lirë. Për shembull, nisën ka kushtu 10 euro. Edhe ai ka thonë, që për tale për 8? Fëmija ka thonë, pëse më në për 8? 10 bleje. 10 është 10 merre. Apo? Dhe vjen fëmija të shtëpia. Edhe të thëtë, a njëri këtë më në për 8, po s'qalar, pëse për 8? 10 do është të mja mbleja. Ta është ti, qysh e llogarit këtë fëmi? Me ullë, qysh? Pa ti që më të 2 euro kështë mujtë, 2 ditë me që në shkollë me ble diqka. Me këto 2 euro kështë mble që ka që bukë. Qaq llogaritja e hollë, qak shumë mund me bu me këto 2 sene, me këto 2 euro, të dim që sa mund me to, sa që, do është ta, e s'qilë thmi në drejgje që, ma mirë ko ka konë, krejt me e thy këtë varsanit shkret, e me më rejp që bile e këmë thy, se me më llogarit për të 2 euro që e nërohat të ke fundi shokun e tij. Sa dim me konë të hollë në llogaritja kur bëhet fjallë për prekjen e gjepit. Ose për prekjen e autoritetit, për çka do qoftë. E ky thot, në qoftë se nuk bësh llogaritës i vetvetes tënde më rrept se që e llogarit ortakun e tij, nuk shpresohet se ki mundësi me qenë nga të devotshmit. Nga ata që janë muttaqin, ata që janë pajis me këtë vërtet të lartë të takvallokut. E për llogaritjen e ruar është temë gatë, më është temë veti, po duhet me dhoni sen për me dhoni fuqinë e durrës, po duhet me kalu nështë tek që ashtu veç llogaritë vetën tonë ato. Ibn Qayyim rahimullah thotë se llogaritja i ka disa etapa, i ka disa faza, ja nis, vazhdon, ec, kështu me radhë dhe përfundon. Unë veç po duhet me bërë etapën e parë. Me shiku të tunë, a jena nis në llogaritja, a jena në pritje. Që se jena nis, e tani zbulej pjesë të tjera, së më rëndësi. Por shiko a jena nis. Cëla është nisja e vetë llogaritjes? Hapi i parë me llogarit vetën tënde. Që pas këtij hapi të llogaritësh se je nis në drejtim të dur, të jesh nga njerëz të devotshëm. Hapi i parë cili është, ka thonë Ibn Qayyim rahimullah, ka thonë fillimi bidayatul muhasaba al musharata. Fillimi i vetë llogaritës është marrëveshja me nefsin. Shart me qit. Sot që kjo është. A u morën vesh? Sot 5 vaktet mi falë në xhami. A morën vesh nefs? U bo. Sot një gjëz kemi lezu Kur'an. Sot kena minimu filoni. Sot fillim. Nuk ka mundësi me e llogarit vetën pa plan, pa kusht. Se në qëka e llogarit tani? E llogarit me kojshin. Unë sa i s'kesh në drejkë në xhami, po kjo kojshi asfalit heq, mirë është. Atëherë llogaritja zhvendoset. Nga se s'ki me qka mu matë, me qka matë është. Andaj si kurse për shambull, njëri u cili është pjesë një gare, edhe është imram të një gare. Shka gare, se me publik më shtu këtë jo kësha ka përsy. Po ti që dalë me publik më shtu jo la, ti dalë me këta njërës të që janë. Ti që ty imram ti.
Ti duhet më llogarit me qita, ai dikun. Se me publik normal, ata janë normë shty. Edhe na duhet me llogarit veten tonë me diçka, me një program, me një sukses dikujt, me diçka duhet me llogarit. Nuk mund me llogarit veten ai suksesshëm ajo me ata që hiç nuk janë pjesë e kësaj loje. Asnjë tu ushtim me ty heq ata. Kjo s'ka ndodh në botë kjo vëllazë, kjo s'ndodh. Veç shejtani ja ka vesh njerëzën këtë dinë kështu subhanallahu fatkeqësisht. Në rrafshin e ahiretit. A keni pa ndonjëherë për shembull që të organizohet kampionat botnor i futbollit apo edhe ka ekipe të shahistave, shah që luajnë. Një ekip e kanë bota. Një ekip e kanë bërë gjyqtarët, apo një ekip e kanë bërë për shembull farmacistat, apo një ekip e kanë bërë veterinarët, edhe një ekip e ka bërë për shembull klubi më i famshëm botë i futbollit. Edhe që kjo është përbërja e kampionatit botnor si vjetshëm apo. A ka lojë interesant? Edhe s'dihet kush ndoshta veterinarët fitojnë. A shkon kjo punë kështu? Po jo se këta as vin gara, as bën hor për këtë punë. Kanë ata me çka më marr. Dhe ti kur llogarit vetën tonë, kur e bën programin, me çka do të më shku? Mos llogarit me veterinar, sa ata kanë tjetër pacient ata tjetër kanë kçyrin në Allah. Ti do të më kçyr ata që ti me ta jin këtë rrugë. Ti me ta. Apo prandaj me kanë nisni këtë rrugë me shku Allah. Çapo lypti. Çfarë llogarit vetën tonë apo? E në qofë se e rregullojmë sistemin e vetë llogaritjes me plan të caktuar dhe kushtëzim ditor të nefsit se duhet sot me e kry, çka do qofë sot që ndodh, dhe gjithashtu këtë program e vendosim duke u krahasu me garusht e të njëjtës rrugë, jo të profileve tjera, atëherë llogaritim vetën drejt dhe atëherë mund të llogaritim se jemi në rrugë të mutekinëve. Por ka mundësi me thonë në kurzoj, sabah si që në kurzoj. E kurzimi në çka ndërtohet? Po me kojshi që shtohet me do shok shkollës mesme që i kam, ata kurs falen ato. Jo, valla, me ta me kurzu nefsin është tani pazari është shumë i ulët. S'mund me qu vetëm përpara. Pra për këtë lloj të llogarisë jemi duke folur apo. Për shtyllave të mjeteve dhe rrugëve dhe quaje çka do qoftë, që ta lehtësojnë rrugën dhe të mundsojnë dhe të shpihen tek takvalloku është ilmi, dituria. Me ditë. Njeriu që nuk din, nuk ka ignorant taqi. S'ka mundësi me pas. Jahil, 0 jahil. Kur që s'din, ama shumë i devotshëm s'ka kështu. Nuk ka mundësi. Ai ka mundësi me kon adhurues. Po. Allah në adhuranaj, rënë që aty në kom, falet, ka të bëkja, 3 sahat sungjit, po, adhurues po, ama adhurues që është teki, me kuptimin që përkërkojmë, s'ka pa dhjetë, pa ilmë nuk ka. Pse? Ka të qysh ka mundësi, apo, mi thonë, kë njëri ruhet për shumë seneve, e kur të vetë piqkave të ruheshti, valla nuk di piqkave të runa, veç runa. A është kja mundësme, nuk di piqkave të. Unë tut në shumë për të seneve, runa për tyne. A din mi përmen, zdive dhe diqke veç, një tut në ka rrugë, që shtot edhe runa. Në shkan kjo punë kështë të Allah. Do të me ditë për shkafit më rujt, për shkafit më tut, së të një për gjithë shkafit. Prandaj, dituria të mësën për shkafit më rujt, e sa më tut, apo, andaj, përcaktimi i kësajt më mësën që, me kuptu të takvallokën. Do njerës për shambull, Allahu Gjellewala ju thëtë, yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allahu Jalla wala thot se do ta rënoj çdo investim që ndërtohet në kamat. Ndërsa do ta zhvilloj çdo që ndërtohet në bashkëpunim me sadaka. Kuptimi i ajetit. Edhe dikush se din çka i bën me rënu. Kupton që më rënush më u djek fabrika. Po filoni be këtë kamat e ka sy djek fabrika, që kjo gjahil atë. Që kjo gjahil, daq më pa gjahil që kjo është. Te kuptoj që rënim është vetëm një koll diçka. Edhe tani ai i gra. Ju po thoni që rënohet, unë s'po shoh që po rënohet, edhe unë i graj. Tani Allahu xhallahu ala ja fal, për shkak si fal fëmijë hiç. Tani Allahu xhallahu ala
e prish me vllahun, e ja don gruan, 100 zeza i ndodhin, apo se sheharin pasuri që e ka ndërtuar për. Thot, nesër më në namaz sabaj saft parë u fal. Çau bo? Wallahi e parë që si shkon që duhet afën. Apo po që kjo diu kon e përpara, a u bë më zez kamata, mas ka ndodhur ty apo çështu ziu kon? Ha gjithë ziu kon, po dash me pa zez para se me të zezu Zoti ty me ta. Apo ne sa njerëz për shembull se kuptojnë dënimin e Allahut azza xal, se kuptojnë sin e adhurimit, se kuptojnë këtë dunjë, se njohin këtë dunjë, derisa për shembull bën ndeshje. Edhe ka bën ndeshje të fortë, e ka pas dekën me sy, që atër e ka ditë, edhe ka kuptu, se s'ka ka kjetë kur që po mëshin me shku, pa e qështu u konë gjithë, Allah. Psa mu ndru diqka, gjithë u konë qështu. E pse duesh mu përplas për diqka, e pse duhet me të shkel diqka, e pse duhet me dek dikush, për me marrë vesh ti, se nuk duhet shumë muja për këtë dunja. Pse? Andaj edhe faraoni ka thonë, kur i ka ardhë ujtë e goja dhe kur e ka plasë Zoti, apo ka thonë, unë e besova. Hal anë vë kada asajt, a të tasha? Ja, tash për ujtë deti tash, tash s'ka të ujtë, tash s'ka me pështu mo. Tash e këna jetë me të mytë mo, tash s'ka mo, dash me ditë ma heret këtë punë. Andaj, kush i ka shkatru popojt e më pashëm? Kush i ka shkatru njerëzit? Kush i ka shkatru shoqërit? Sot çfarë i shkatran? Ignoranca, xahiljeti. Ose mendoj se xahilia është mungesa e informatave. Jo, kjo është një fazë e ignorancës. Xahiliet më i madh, ignoranca më e madhe është mos respektimi i dijes. Kjo është më e madhe. Sa e mungesa e saj? Se në mungesë nganjëherë a dhe arsyetohesh. Prandaj edhe në gjuhën arabe ka ndarje të ignorancës të mrekullueshme. I thojnë jahlun basit edhe jahl murakkab. I thoj ignorancë e thjesht, e tolerueshme. Cila është e besit e thjesht? Ignoranca që nuk kupton s'din. Për shembull, në vetë ti mua mësh, që kjo për shembull, çish është s'di. A jam ignorant? Po ignorant i thjesht kjo s'është, ndërsa ai që din dhe nuk vepron bazë dijes i ka thonë ignorant murakkab. Apo e murakkab, ai është dy fish, ignorant, tre fish, po më duhet të gjeni shpreh ma adekuata. Më thonë ignorant i komplikum. Nuk ka bash i thjesht. Pse i komplikum? Po se edhe ja ka kompliku vetës jetën, se ka mu shumë thjesht me pas me çfarë dije me punu, po edhe neve ne ka kompliku analizën çysh filoni bën kështu kur ai din këtë punë. Andaj këtë shkon duke u kompliku, për shkak se dikush është ignorant. Andaj këti i thojnë jahil. I thojnë jahil. Prandaj Allahu xhalla xhelalu ka konsideruar se është jahil edhe mos respektimi i dijes që dikush e ka. Prandaj dija vëllezëruar, njohja, pasurimi i vetës me informata, sa më tepër e një rrezikun e shikimit në haram, më i ruajturije. E trash murin e izolimit mes teje dhe shikimit në haram, çdo hadith, çdo informacion, çdo dije që e vendos mes teje dhe mes saj. Si shembull konkret. Përgojimi, do të thotë është rrezik, duhet me pas pengesë mes teje dhe mes përgojimit. Në njëri që nuk din që përgojimi haram, kujton që s'ka kurrë, në rregull kjo punë, s'u jam tu shpif. A e ka që ta po e ka? A pi angjes ju? A e kujton që kjo punë është e thjeshtë, ky përgojan. Ky i mungon edhe pëlhura e këtij izolimi. Apo se s'ka dije. Po dikush thot përgojimi është bën, haram është apo. E veç i kaq. Kurrë më shumë s'din. E pse është haram e çysh e argument zion, a di që është haram. Ky me këtë dije ka bënë pëlhurë. Por në qovë se për shembull e din hala, kësaj dije se është haram i ashtan edhe plus ajetin surën Hujurat. A yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah. Shikoj çfarë lidhje? Allahu xhalla wala thot, a mos von dokush për juve është i kënaqur dhe pajtohet që ta hanë mishin e vllaut ti duke qenë i vdekur? Tu bugibet do të thotë i bjen si me hongër mishin e vllaut mos janë për zdekti. Edhe Allah kur përgjason, nuk është sikur se kur i tutun fëmijët me, po realitet Allah. Ti përgojan i bjen njëjt si me hongër mishin për zdekti. Auzu billah. Apo si po dim pak më shumë njerë auzu billah. Andaj takullah, apshe Allah thot,
Andaj, pajisni me takvallëk që të largoni nga përgojimi, nga se pajisja është me dije. E në qofë se edhe e dim, na pedim që ose me ongërmishin, po hala mirë, era hala po fryn, apo, jashtojmë kësa dhe themi se, a din se në qofë se përgojan, ditë në gjykimit ky njeri, vjen për zgachmi ti merë se vapet. Ti kënë gjinu, je lodh, je tërë në Ramazan, edhe Allahu thot, i ke bozullum njerë, ke përgojua. Ta shpagimi nuk bot, ani që pjallon një mjera, jam në khijeme, s'ka një mjera. Së janë të pare në gjep. Shka ne pa, s'ka pare jam në khijeme. E qka mi dhonë për këti njeri? Jepja Ramazanin. Ja harabim lodhë fort, këmë gjinu, jepja. Jepja Ramazanin. Jepja namazën e natës që e falë. Jepja sadakan, jepja. Hala ki bu ki bet. Qitë hala, s'ka mu, u hargjit, s'ka mu pun. S'ka mu puna, jepja ti këti, ti, i përgojume. Apo, gjuja këtina, për shambull, që këshërshë haram. Apo, gjuja këti. Së për të njëm që ke bo ti, kjo ka bo. Haram s'ku mbone, ja du me pagu të qysh. Nëse e din këtë pun, a motivohesh për përgojim hala? Ja, kjo të nëllë bagi keqa pëtën. Ane sa ma te për dim për përgojimin, sa ma te për të informosh për përgojimin, ma te për izolosh, dhe na këtë izolim për e kërkojmë. Për e kërkojmë këtë mbrojtje mes neve dhe veprave të këqija. Andaj dija është e që në mbron me lejnë Allah Gjallahu Ala nga. Dhe kështu të e për çdo gjë që ka të bëjë me dijen. Për çdo gjë që ka të bëjë me dijen e pëtën. Do të të qoftë për haramet, qoftë për punë të mira, qoftë për çka do qoftë, sa ma tepër që kemi informata, sa ma tepër që kemi dije, aq do të jemi më tepër të pajisur me takvallëk. Në dituria është rruga e takvallëkut. Gjithashtu për asaj që përmenin në shpejtësi, takvallëk vëndëruar arrijet me e ushqy vetën me halal. Nuk ka në ose ndoshta prej rënuesve kryesor të investimin të këtë drejtim, të investimin të takvallëkut është me hongër haram. Me pa njeri që ma let e rënën dërtes në takvallëkut, shikoje se si ndodh me haram. Subhanallah, sa ka ndodh njerëz që jenë ngrite, kanë arritë e kështu më radhë, por ja kanë qelë vetës e tyne keqëpërdorimin e mallit, keqëpërdorimin e pasurisë, ose fitimin e kësaj pasurie jo që është duhet. Dhe ke pasë shumë shpejt ura osë mana. Qysh mëre filoni, e po, që ashtu të sheni banes të madhe, edhe mrena sekunde urzu e qysh, eksplozivi i fort shumë o kona. Që ashtu të dhe haram është eksploziv shumë i fort, që subhanallah, ndërtes në takvallëkut, ato shkallë që thamë që ndërtuan me takvallëk, apo të sahabët, mos të jarrojmë ato mësime, takvallëkut shkallët, shumë shpejt, apo bomba e haramit i shkatëram. Shumë shpejt. Andaj kujdes për haramin, kujdes për kafshatën që po e fut në gojën tënde, kujdes. Prandaj edhe gratë e ashabëve radiallahu anhum, kur kanë dalë burrat për shtëpisë me kërku rrezik, ju kanë thonë nasbiru ala al-ju'i wala nasbiru ala an-nar. I qëndrojmë uris, sprish punë, hajmë bukë do ditë, veç nuk i qëndrojmë zjarë me xhenemit. Amoni ju koft kujdes çka po na bëni të shtëpia. E çështot bëhet dëshmëria, çështo bëhet takvallëku. Nuk o kujdes çka po han, nuk o kujdes çka po merr. Apo e jo sikurse fatkeqësisht po them. Edhe pse kjo nuk është tërësisht e përshtatshme si shembull, por ekziston. Pi dikun e kanë marrë këtë shembull. Që thonë që aty filonit ka këta shembull që kanë nga populli vëllazëruar, nuk kanë këtë të trilluar, e kanë një varë bazë dikun. Po janë ndritur ka herë shpesh herë, e kanë një zmadhum, por e kanë një bazë. Që aty filonit që i ka hub lopa, apo rast që ka zonë njerëz i ka hub lopa, e ka kërkuar tani në fund ka thonë veç inshallah se vjen dorë hoxhës ose haxhis. Ka unë pse që ko gale, ka unë sa i tha që kjo lopë gjuna, me lëshunë e hanuko. A njëri sështë, ma mire marë për veti halja në halal, apo, shumë let e lejon një pun, edhe thjeshtësan, që nësit është haram, apëtën. Që është në shpesh rëthimi, apëtën e gjëjmë, qële, kjo njëri gjuna qarë. Kjo me aliu, me adhon, me bu, kjo me fitu këtë para, kjo i qenë haram. Ma mire unë e mashtroja marë të para, një që e halal,
Po, edhe ja gjoni farvekse del halal sahur apo. Po s'bëhet pasuria e huaj kur halal Allah. Kur s'bëhet halal? Sa është haram. Përveç rrugëve legjitime që i ka paraposh shariati. E mashtrimi dhe vjedhja nuk janë rrugë legjitime. Keqpërdrimi nuk janë rrugë legjitime. S'ka mundësi me kon. Andaj të kujdesemi për ushqimin që po e marrim, për pasurinë që po e fitojmë. Të kujdesemi, nga se halali e lehtëson rrugën drejt takvallokut. Ndërsa harami jo që e vështirëson, por dha që kemi arritur e rënën Allahu na ruaj. Pa këto janë rrugët të ndëruar që duhet t'i ndjekim dhe këto janë sebepet dhe shkaqe që duhet t'i ndërmarrim për ta arritur takvallokun e kërkuar me kuptime që i cekëm më herët, nga se thash është thirrje dhe është porosi hyjnore, e kemi obligim, andaj edhe ndjekja e këtyre rrugëve është obligim, nga se sikur që ka thonë ulemat, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fa huwa wajib. Ajo që nuk mund të realizohet obligueshmëria përveç se përmes saj, edhe bëhet obligative. Andaj nuk ka mundësi të arrihet takvalloku që kemi obligativ përveç se me këto rrugë. Prandaj edhe këto nuk janë bashkë mustahab edhe mubah, por e kanë nivel pak më të lartë të përgjegjësisë që duhet i kushtojmë vëmendje. Allahu xhallahu ala na i lehtësoft këto rrugë dhe na i lehtësoft ndjekjen e këtyre rrugëve që të pajisim me takvallok më që Zoti ka kërkuar prej neve. Me kaq po i japum fund edhe kësaj ligjërate. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.